Mirëmbrëma shikues të dashur të emisionit Një Natë dhe televizionit TV1, shpresoj që keni kalu mirë. Fatkeqësisht sot do të jetë mbrëmja e fundit së bashku për këtë sezon, patjetër që sezonin tjetër do të takohemi përsëri, kjo është ana fatmirësisht që do të ndodhë. Ju e dini që pjesa e verës Gushti e ka atë kënaqësinë me pas emisionin e verës, e patjetër që neve na duhet pak me pushu edhe me imbush bateria që me u taku përsëri në shtator. Mirë po edhe sot do të kënaqemi së bashku me të ftuarit në studio, me bendin ton, me lojra që i zhvillojmë e shumë çka tjetër me storjet patjetër. Ju e dini që pjesa e parë e emisionit gjithmonë fillon me çka tek qysh, të rejat në showbiz, po i ndjekim së bashku se cilat reja i ka përmbledh Marcela për sot. E më pas do të takohemi përsëri në storjen e radhës. Këngëtarja e njohur Morena Taraku, e cila viteve të fundit ka qenë më e tërhequr nga muzika, artistja nga Peja këto det është rikthyer në Kosovë, gjersa siç shihet po punon në një studio muzikore në Prishtinë. Ledri Vula dhe Lori Kallsan kanë prezantuar ditën e martë projektin e ri muzikor, ëmbël mban titullin Bashkëpunimi i tyre më i ri. Këngëtari i njohur Butrenti Mere është në përgatitje të një projekti të ri muzikor, i pari në këtë sezon veror, kështu ka bërë të ditur vetë artisti përmes një video të shkurtër nga kënga e re që ndohu me fansat e tij në rrjetin social. Projekti i ri po pritet me padurim nga fansat e tij, pasi të shumta kanë qenë komentet në videon që ai fillimisht publikoi në llogarinë e tij në TikTok. Edhe njëherë, po ju japim vullën kësaj vere, me një mega këngë e mega klip, Moj dashni, coming soon, ka shkruar Butrenti Meri në një postim në Insta Story. Rada Dora ka sjell projektin muzikore, duke qëndruar në estradën shqiptare. Këngëtarja së fundmi publikoi bashkëpunimin e saj më të ri me një artist nga Austria. Jemi rikthyer në studio për storjen e radhës, por para storjes ju e dini që gjithmonë e cekje dhe patosin sponsorin ton. Qëtash i kena veç dy patosa, se njonin Beka Anena Ushqeke, mirë të bovt Bek. Patosi përveç se ka shijet shumë ta edhe te për të mira, në ndërko Beka për nga të regon patosin, ju lutem. Boft mirë Bek. Mos harroni me lujt edhe kampanjën e fundit e cila është akoma aktive. Po vazhdojmë storjen e radhës e më pas e kemi intervistën me të ftuarin e parë për sot. Përshëndetje nga unë Beni Baksi, sot jemi me TVN dhe do të kalojmë një ditë së bashku. Për mua është një ditë muj me qujtë zakonshme, rutinë. Thuj se çdo ditë vinë në studion time, zakonisht prej orës 10, edhe punoj gjatë gjithë ditës, normal kur nuk kam mbrëmje muzikore të ndryshme. Familja ime përbëhet prej bashortës time dhe 2 fëmijëve të mi, gjithashtu edhe 2 prindëve të mi, 2 motra, 1 vllaut, edhe kjo është familja ime e ngushtë. Mund të shmë tregu pak se bashkëshortja jote, sa xheloze është me punën e çeve? Sigurisht që me bashortën time kena mirë kuptim, edhe në punën tem, edhe në profesionin tem, edhe anasjellta, sigurisht që edhe ajo punon, edhe e kem mirë kuptimin e plot ndaj njëri tjetrit, edhe nuk është xheloze as pak. Po sigurisht që edhe këtë verë edhe vitet e kalume kam qenë jashtëzakonisht shumë i angazhuar me mbrëmje të ndryshme, po sigurisht në këtë periudhë gosht korrekt kemi ma shumë darsma dhe jam tetë i angazhuar edhe sigurisht që jam falënderues për krejt ata të rinj që ma besojnë punën tem dhe me kanë zgjedhur mua që unë të jem pjesë e asaj nate më të rëndësishme të jetës tyre. Faleminderit nga zemra. Njerë edhe na kem dikon që s'kisha bashkëpunu asnjëherë në jetë.
e kam një këngëtar. Për shembull me Blerën s'kisha bashkëpunuar asnjëherë në jetë. Po ndëgjoj, kjo puna ajo është realisht derisa na vlerësojnë edhe na japin edhe ato bakshishe që vërtet populli, apo kupton? Po nuk kisha dashur me tregu shifra, kështu që po di nuk është etike, po besoj që me tregu shifrën sa. Me dëshirën më të madhe do ta performoj për TV-nishin si televizioni më i ri edhe besoni që është një ndër televizionet që është në hapat mirë edhe përshëndet gjithë stafin e televizionit dhe veç vazhdoni kështu edhe sigurisht që do të përpunoj një diçka të vogël me dëshirën më të madhe. Gjelozoti e bën nga mali, je ëmbël ndaj të fali, sa e delsuj nga cmon ky djali, pa të thënë qoj të falan nga lali, e zemrën ti mu jetën ma shton, e di që të mungoj dhe për mu të normali, e di që ata gjelozojnë, për shëndet mi ti qoj të falan nga lali, e zemrën ti mu jetën ma shton, e di që të mungoj se për mu të normali, e di që ata gjelozojnë, për shëndet mi ti qoj të falan nga lali. Faleminderit nga zemra që ishit pjesë e një ditje me mua. Jemi rikthyer në studio, është koha me zhvillu bisedën me të ftuarin në studio. Ju e dini që zakonisht kemi pas shumë prej estradës këngëtar të ftuar e me cilët edhe kena bisedu rreth darsmave. Mirë po, kësaj here e kemi ftu menaxherin e përgjithshëm të kësaj estrade. Me mua në studio është Elton Meaj. Mirë se vjen. Mirë mbrëma, mirë se na erdhësh, kënaqësi pas në studio. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi me orën e emisionit të ti, edhe sa më shpejt erdha që mos mu vënu me bo një bisedë shumë të nxehtë, shumë të fortë, shumë të mirë. Çka do që dush për estradë? Faleminderit prej teje, se e di që tash je koxhanzon me punë, është sezona, është e kuptueshme. Faleminderit që e gjete kohën edhe për shikuesit tanë, sepse edhe këta janë të interesuar tash me ditë me i barazu ato çka kanë thonë estrada, çka po thot menaxheri. Realisht unë prej dasmës erdha, po sonte nuk unë ala në dasëm për shkak se kom pas me orën e emision, kështu që shumë respekt për juve, çka do që të keni sonte jam këtu para juve, ato krejt çka i dim, dojna me fol sonte. Këto orët e vona, kështu tash nuk i ki problem, shkaku që edhe puna e bën vetën, darsmat janë të e bot vetën, e do me thonë, ka pjesa e mbrëmjes, je okej, po kështu në mëngjes, a je person i hershëm? Me të thonë drejten, ka vite, shumë vite që unë nuk e kom problem jetën e natës rri shumë, muj me të thonë çdo natë para 4-5 mëngjes nuk flaj asnjëherë. Natë estradës zakonisht e kemi qështu, sigur ata që janë në studio producentat, po ashtu edhe one, na u ka mësu gjumi për shkak të sezonës. Për mu zgju 12 një që është mujnë. Kur do që të mundesh, Kur do që të mundem, po. Zakonisht këngëtarët, artistat që i kena pas në studio, po flasë të kjo pjesa që këndojnë në për darsma. Kanë të regu që jo janë shtu darsmat, tash jenë ma mirë. Çfarë mendimi tash kite, a janë shtu për një mes të darsma, veç po flasin që shtu? Këngëtarët realisht kanë qef ka pak me thonë ashtë edhe ato që asë është. Me zbukuru pak. Po, me zbukuru pak, ama problemi është, njësan fakti gjallë është që darsmat ka njës pak mu dopsu, nuk po thëmë që nuk ka, kemi, mjaft, po pandemia na ka çrregullu pak. Para pandemie, lirësht muj me thonë, kanë pas çdo natë edhe 2 herë në dite, kush ka mujt me knu edhe ditën edhe natën, sepse pak këngëtar ka që mujt me marrë edhe ditën edhe natën, për shkak se është sezona e ngarkume edhe ti, kur ti shkojsh njerit në dasëm, ai nuk pyet ku je kom promo se ku ki me shku nesër. Po, patjetër. Po çka po performon për ato atë natë, çka po bën atë natë.
Kështu që mirë është, nuk është edhe aq e lavdueshme, po mirë, jo e ngarkuar sikur deri në 2019 që kanë qenë sezonat. Të paktën ky vit është kështu, për shkak se është edhe ajo gjenerata, është kanë njerë një vit që gjeneratat nuk martohen, për shkak varet prej gjeneratave. Po. Për mu, unë nuk e s'muj me dallu këto, thuja te unë s'ka problem për shkak se unë punoj shumë me tregun e Maqedonisë. Edhe në Maqedoni ka dasma shumë, sidomos paramendo vish në Kërqov, ka shumë dasma të tepër, paramendo Tetov, Gostivar ose edhe në Kosovë që e kemi tregun. Në Shqipëni e kam një pjesë, pak ma pak, dikun me thonë 10% shkojmë, në Malzi shumë pak, një dasëm 2 në vit, a është as është, po në Kosovë ma shumë. Do të t'i koordinon kështu këtë pjesë nëse për shembull në Kosovë ki 2-3 darsma që me qenë afër njëna tjetrës, mos me tra ashtu me... Po, mrena natës ndodh, për shembull, unë muj me pas edhe 6 dasma. Ma shumë se 6 nuk i marë, se nuk kam as nerva me aranxhu, se për shembull ti dush më fol me çdo dasëm që organizoj unë, janë 25 veta staf. Janë kamermant, janë dekori, është violinisti, janë tymi, feshekzjarët, e gjitha ato, tupanat, valtare, sen. E tash unë veç një dasëm shkoj që aty kom thirrin mu me organizu. Ato tjerat, mu i mja organizu për mi shku aty, po unë e s'muj me kom prezent. E kështu që me telefon tash është shumë e thjesht, i pyes a jeni shku, a jeni në rregull, si gjana, normal. Është ma ndryshe. Mirë po edhe shumica e këngëtarëve, zakonisht thonë, unë i kam krejt terminet të ngarkume, këtë vetë bile edhe për vitin tjetër, e duhet një vit ma herët me bo rezervimin, a qëndron kjo dikun aty, apo është komplet jashtë? Është e vërtet që duhet një vit e gjys, deri në 2, unë kom pas rast, kur kom rezervu 2010 për 2014, që kur i kom kallëzu, janë qudit. Bili thëjsh ati dasmorit mund ndodhë që Mahmuti Shuret ide atër adhe njën moshë nuk mëj me siguru, thë ke elton, nëse rastisht ndodhë diqka, atër e bojmë një ndrim. Është e vërtet që një vit e gjys dhe në 2 për para duhet me rezervu, po nuk është e vërtet që këngëtarët i kanë gjitha datat e krejt sezonën në blok. Edhe pse? Se sezona është shumë është ngushtu. Do më thonë, sezon maksimali ki 18 dit dhe 20. Okej. Unë e punoj ndryshe, unë e kom letë, unë muj ka 2 ditë, 3, 4, unë apet mu bëhen, për shambull, bajagi. Amo për këngëtarë që kënojnë vetëm natën, ti mund është prej datës 10 korrekt, deri me datën 18 gusht nuk ka sezon ma. Mbi 18 gusht që aty këtu na i dasëm. Me cilët këngëtarë ke fillu, me cilët artistat partë ke fillu? E kom përmen edhe në disa emisione, më bjenë me përmen shpesh, unë në fillim të karrierës tem, unë kom fillu me Mbramje, kom punu me Sabrev Zullaj në fillimet e karrierës teme. Vitin 2003 kom fillu me këta Sinanin, Mahmutin Shretin, këta dy janë mas shumëti që punoj me ta që ka vite, e një vetën shumë mirë, edhe janë korrekt, e kryesisht me krejt estradën. Amo me këta 3 persona kom fillu mas parit. Elton, në ndërko, bendi zakonisht për musafirët e parë bojnë pytje. Kështu që kur këta kanë dëshirë me u inkuadru, në këtë ras Valdrini e pas ka një pytje, në ndërko pas ti na prape zhvillojnë bisedën, po të shojnë qka ka Valdrini me pytë kësa here. Përshëndetje, Elton. Përshëndetje. Zakonisht unë kër i bëj pytjet, pres përgjigje shumë detajume. Pytja em është, me kënë ke pas mas miri mardhanje për i kolegëve që ke bashkëpunu, edhe me kënë një dom mas keqti prej tyne. Pse që është krejt? Detaje të lutë. Mas miri, kom kalu, gjithmonë kaloj mirë, me jënë një pjesë, nuk jënë krejt estrada, apo kupton? Se tjetër në rësh, ju e dini, ju i njefni personalisht, në televizion janë krejt ndryshe. Mbrapa kamerave, ka një pjesë për tyne që janë të mërshëm. Për shembull, unë kom kalu mirë shumë, vazhdoj me kalu që 15 vite me Ryva Kajtazin, Naimin Mihrin, janë korrekt shumë, janë njerëz shumë të mirë. Kaloj mirë me Nikolnik Frejlen, Mahmut Feratin, këta janë njerëz që kaloj shumë mirë. Për shembull, kom kalu keq me Gilin, e kom përmen edhe disa emisione. Me Leonora Polosken, kom kalu. Kom kalu keq për shkak se ka shumë këngëtar që unë i kom fut në dasma. Edhe kur vje puna që ata me boni emën për dasma, se na Gilin kemi njoft shumë edhe ma heret, po, për dasma se ka njoft. Askush, edhe tash unë kom bo shumë për ta.
edhe në fund mram, për shembull, jo që kam nevojë, se në kam punë ballë, po duhet me ta ditë. Edhe në fund mram ajo nuk ma diti punën që e bona për ta, edhe për ata jem zhgënjë, e kom përmen edhe një emision tjetër, edhe nuk e di a i dhnua jo, po unë këngëtarët e ka një farë frike kur dalën në intervistë se unë e kallëzoj qësh është. A ka në kusht tjetër për pos Gilit? Ka qenë Leonora Pëloska, që nuk më kalu mirë me ta, edhe jënë edhe një dy emra që s'më mi përmenë se nuk flas me ta hiq. Do të pas ka prej atyre që nuk flet, po a ka pas prej atyre artistave që në këtë rast keni kalu mirë, keni ndarë raportet, po pas një kohë keni fillu prap me bashkëpunu edhe janë qetësu situata, nuk është... Ato kanë ndodhë keq kuptime. Se për shembull puna është shumë e vështirë. Nuk është, unë s'kam kur probleme me pagesa. Unë i bëj pagesat krejt në rregull. S'kan telashe këngëtarët, as muzikantët, as punëtorët e mi, as asnjë s'kan problem. Po janë do gjona që të vanohet, harron fustanin, vjen për shembull me një disponim jo të mirë edhe e shfaq të dasmori, ki edhe kësi gjona. Kështu që unë kam shumë problem se në fund të mram jam une ai që duhet me mu përshëndet i fundit me dasmorin. Edhe kur përshëndetesh ti me ta, ai diçka të thot. O të thot, kem kalu shumë mirë, o mundet me pas edhe në vrejtja të këtu, se tash na nuk muj me orë këtu në televizion edhe më thonë mirë, kur nuk janë gjonat gjithherë mirë. Kjo është. Interesante, po sa është problem kështu me u merë me estradën, me punu me ta? Sa janë të vështirë kështu? Shumë janë të vështirë. Një pjesë e tyne janë tepër të vështirë. Nuk po muj krejt mu shpreje me të regu, ama janë shumë të vështirë. Mu të pak të më respektojnë. Po, a din qësh, janë do këngëtarë që kanë shumë emën, nuk e kanë problem se nuk shkojnë dasëm heqë. Po me mu nuk kanë telashe. Do më thonë, unë nëse ti rezervon të unë jem kompani, unë pa tjetër atë këngëtarë e bi, po kom dëgju fjallët njerëzve që kur më kanë thirë në telefon, ka thonë Elton, unë e kësha pas qef me pas filon këngëtarin, po kom dëgju kështu, kom dëgju ashtu, edhe unë i thëmë, ti ke thirë të që dënë me rezervu, bojmë kontratën, unë i kry gjitha gjanat, s'ki problem. Po, kom dëgju edhe dasmur që në ankut, a thëmë drejten, po ato në televizion s'dalin, asë njëherë. Normalisht, jo, ato nuk dalin, se zakonisht tojnë që kalujnë a shumë mirë, nuk dalin asë njëherë kjo pjesa jo e mirë që ndodhë. Në dasma, dalin ka njëherë do probleme që ti nuk i pretë. Se aty ki 500 persona, prej 500 personave, 400 persona, pa dalë një që ardhë për me bo dasmën, të lovi aty, nuk e lenë. Kështu që unë mënona me përvojën ta me 22 vjeqare që kam në punë, mënona mi qëtësu gjenjen, mënuna minejt gati, sidomos në sofra, kur i bojmë sofrat, ati ka politike, për politike, kësi gjanave, jo këna ma këta, dhe në muj me, qaja mund me ndodhë. Me skalu situata. Po, kryesisht mënuna me majtë në kontrol. Po, a ke pas prej artistave që për shambull të kanë këthy t'ja, edhin kush ja mëne? Ja, okej. Ja, s'kom pas, tash, s'po di, po më vjen kesh me thonë, ama këngëtarët mu respektojnë njerëz zakonisht shumë. Se unë e kom bo vetëm me më respektu, nuk ndodhë të unë, për shembull, unë një shumë njerëz që kanë punu me mbrami organizatorë që ja kanë jap datën këngëtarit një vit për para dhe në fund ja kanë ndru. Për shembull, se a din si kiti dasmor shumë që mu më thirën telefon në lëtëna, bën me ndru tash këtë këngëtar me ato, unë i thomë nuk bën me ndru. Se unë nuk më imi thonë këngëtarit ka dështu, edhe me më pa mu në fotën njëjtën datë me tjetërin këngëtar, unë ashtu nuk punoj, s'kom punu kur. Besëm që krejt këngëtar që vinë në studio, pyti, qaj që ka punu me mu, nëse të thët vish diçka që nuk jem konë korekt, lirisht mund është me përmen para kamera, pa pikë problemi, s'lypja as logari. Po kështu, sa janë tatim pagues këngëtarët, se disa edhe ju ikin kësaj pjese? A di që është, nuk me ndojë në asë një herë që ata janë 100% tatim pagues. Tash me full realitetin, po me ata që punojnë edhe unë personalisht paguj, jam shumë korekt, e kam kontabilistin tem, i deklaroj datat bile, mu më kanë thonë, masi ra fjalla, kur më kanë ftu inspektorat më kanë ftu në takim, me full vitin e kalum, ishte një rast, tha, Elton, para se mja një sezone, a mund është më najpru datat ku je? A din, ka që të thirin, ata të thirin, është gjo normal, e kanë punë e tyne. Edhe kur ja qova unë datat, pikëshyr ajo inspektoria tha, qka jenë këto? Thash datat e dasma. Tha, po ti vish 4 i pas në Kosovë. Thash, unë kom preshev, Medveq, Bujanov, Shqipëri.
krejt 70% punës unë e kam në Maqedoni. Tha, po për këto s'ki nevojë më pagu tatim, që ka vinë pare për jashtë, vi që ka i merë në Kosovë. Thash, unë i deklaroj krejt që tu, edhe besëm në Zotin që gjitha i kom deklaru. Krejt pare që ka i marrë jashtë shtetit Kosovës, unë i deklaroj. Pse? Kjo është mirën tem. Kjo për të mirën tem është, kur unë vjen pleqëria, kam një pagesë prej shtetit, kjo është njerëzit nuk e di. Edhe punoj pastër. Punoj pastër, jo, se unë stresi nuk më bajt. Edhe kështu që nuk muj unë mi kriju vetit të lashe. Po kalojnë atë bendi pak, Po, se patjetër. beka vese u bo gati. Përshëndetje. Unë e një pytje pak ma të gjonë ma. Hi, s'ka problem. Unë kom provodhën më bo menager i disa trive shtu gjatë jetës, po i kom që për shumë me një vend, edhe herën tjetër ata kanë një vetë. Unë më kanë shkallu mu, që shpik që soj. Sa pytje e mirë është, ta shtregoj. Edhe një tjetër, Po, bendi unë për shumë, jemi që një vjetë bashkë, e kina marrë doën goxha shumë, kemi nevoj për një menager, që na sugjeron të neve. ju i një band profesional, se nuk është hera parë që pjo shone. Unë edhe ju një, po ju kom përcjellë për mes emisionit. Sa i përket juve, nëse ju jeni të hapur edhe keni dëshirë me punu në dasma, unë e kam nevoj për muzikantat mirë, për muzikantat ndershëm edhe korrekt. Për këta mu i me full mas emisionit pa problem. Sa i përket pyetjes që ti ma bone, ma ki boni pyetje shumë me ven. Vese adin e kam shumë shoqet mirat këngëtarën edhe nuk guxoj me përmen emrin, se nuk është ndoshta edhe e rrugës. Ishim në 2018 me një dasëm për Shev, edhe unë isha si organizator. Po tash unë isha morë vesh me nusën edhe i zoti i dasmës, ai baba i dhonrit as nuk i kish idenë se kush jam unë. Si kish idenë, se ishte edhe i vjetër ai. E organizova në dasmen, shkoj gjithë shka mirë, me sofër, me krejtë, unë folësha dhe me ato të restoranit, kur më këthy darga, se është edhe një problem i madhë se restorani, për shembull këngëtari thot kuha darkës, vjen i zoti i dasmës, a në realitet, ajo so kuha darkës ishtë, se ajo restorani s'është kërkun i gatshëm. Edhe aty mujnë më kriju të lashet, e unë nuk e nali muziken, pa koni sakt, pa e po bukin atje që është të ardhë. Ta është qaq mirë këm organizua dasën, kanë kalu ata fenomenal edhe na jemi orë në shpi, kur mas një muje, e kanë thirë se gati e përmena atë këngëtarën, e kanë thirë, i kanë thonë, hej, të kemi po këtë verë këtu, shumë mirë kemë kalu, a ki datë lirë për vitin tjetër, ja ka tregu një 3 datë, dhe ajo ka morë dasmen. Kur u shku atje, ajo u shku me krejt orkestër tjetër, u shku pa atë këngëtarin që unë zakonisht e kam një, që e kam edhe shok, Lendrit Krasniqin, po është fenomenal, bile për dasma, anej ka gostivare, ka ku e dojnë ma shumë talavana, ajo është ekspert për atë punë. Kur u shku ajo aty, i ka thonë ku është ai djali, o quaj tash ai njeri aty që konë, që ja ka propozu këtyne, ka thonë ti te unë i konë me atë djalin shërpat e amin, i ka kalzuar, ka thonë Eltoni, e menagjeri. E pse së është ai këtu? Ka thonë, po së është ai sa i nuk vje me mu, gjithë. Kur jem konë këtu, ai më ka organizu, tash ti sështë, sa i kushtën me ardhë. A i me ta organizua e ka pjesën e vetë. Edhe me të thonë drejten, tha mu ka duk ajo dasëm 100 vjetë, veqë se këshin parrej, po të kalzaj drejtë. Wow. E që kjo është kur, po, kjo ndodhen, leti që ka thujnë kanë, bimit që të meti mu këngëtarë, tu të majën e, bimit të shfare dush tu. E unë ju kalzaj krejt që shkanë kalu e që kanë boha krejt. E kështu që tash këngëtarët kur janë me mu, të betona që njën shumë ma mirë. Se nuk ka nevoj, unë nuk i leja as dasmur të marrë aty të veshëm i full, se për shembull ta shkru në Rimin, ki njeri që ka jetu jashtë, o linde o rrit atje, unë s'po tham që ai s'ka shkollë të kryme për me ditë. Po ai nuk din me shkru që është dim na në Kosovë, sa ajo rrit në Zvicër për shembull. Edhe tash kur ja shkruan aty, ajo këngëtare shkon të bo. Edhe du unë e marr, e përshkruaj mirë, ja jepi këngëtares ose këngëtarit e lexon, dasmat janë të shenjta për mua. Unë jetoj për tyne edhe i falenderoj gjithë dasmur. Se dia kesh pak i gjatë. Elton, cila është dasma ma e shtrejt që e ke bo? O ka një dasëm, saksisht viti nuk e di, ku kemi marrë nuse me helikopter, prej peje në Gjelan, ka kushtu gjithë sejt krejt dasma 20.000 euro. Sa i ka pas këngëtar shumë, plus asoj helikopteri kushton shumë shtrejt, duhet leja këforit, duhet pagesa në komune të pejes për shembull ose të Gjelanit ku ka pas me shku nusja. E kështu që
ka dasma shumë shtrejta, njerëzit kanë kosovarët pare mjaft. Po në cilin vend, do me thonë, kalon mas mirë ti me darsma, edhe sa ere që kinë që atë pjesë darsma, thu shqyqyrë zëtë se e di që atë shkojnë barë. Une po të thëmë drejt, une kaloj në gjitha trejvat mirë. Po mu më pelqenë si Elton, unë s'po flasë në emën të këngëtarëve, unë i du dy venda shumë, edhe minë zispres me shku, është Presheva edhe është Gostivari. Këta dy venda, po të thëmë drejtë, nëse një vit ndodhë, mes me shku në mrena që ti vitin Preshev njëherë, ose në Gostivar, për mu si mësu pa pas dasëm heqë. Jenë mikpricat jarë zakonshëm, po edhe për qmime asë që i diskutojnë qmimet. Pasi që jenë ati shmimet, a kanë ndru këtë vit diçka, apo keni që ndru kështë? Une me ata njerës si pënoj, ma shpesh, na i kemi shmimet e 2019-ës. E shumë këngëtar i kanë rritë bajagi. Bajagi i kanë rritë, me emnas nuk flasë, nuk është sën regull, po i kanë rritë. A di pse i kanë rritë, që du me thonë diçka? Po, pa tjetër. Nuk e kom përmen asë njëherë, po që sonë të du me përmen. Nuk e di pse dasmurt e diskutojnë një çmim një këngëtari që kënon live. Kur shkojnë e paguajnë një këngëtare që kënon me CD 25.000 euro natën. Ti a e din që ka këngëtar në Kosovë që kënon diskotek veç një orë edhe paguhet 25.000 euro që ju i njeni, që qytu në Prishtinë janë. Se pilojmë në këtar Shqipnisë. Që për një foto, një këngëtare e Shqipnisë është shumë me emën, për një foto me qitë në Instagram 30.000 euro mu mi ka lypë. Ka thonë me reklamu një farë kremi për ftyrë, për rrudha që apo dijone, tha Elton 30.000, tha për ty ta bëj 25. Në Shqipëri paguhen muzika ma e lirë, emen, qka është këngëtar emen në Shqipëri, ma i lirë është 6.000 euro. E për pjetë. Ki 8.000, 12.000, për shumë për një surprizë, e ki një këngëtar Shqipënisë është edhe kantautor, s'po du m'ja përmen emni, 12.000 euro ka për shumë veç me të knu gjysore, me orë si surprizë. Unë nuk e di që ka pi diskutojnë qmimet e këngëtarëve kosovarë. Na je ma të lirët, Macedoni i ki ma shtrejt, ata që jetojnë Macedoni. Shqipëri i ki shumë ma shtrejt. Kosovarët janë ma të lirët, edhe ma të mirët. Ta thëmë drejt. Seriozisht. Do të thëtë, ju nuk i keni shtrejtu edhe Jo, vetë una jo. A ka kështë prej atyre dasmorve kur flisni në telefon tash me organizu edhe me thona, a bën bre ma lira, a përkëshyrë? Po, po, a di qësh, po tash do me të kalzu pse dasmorit i bjen mirë me më thirë mu, jo që bi bëj vetit reklamë, se besë se s'kam nevoj. Po pse i bjen mirë dasmorit me më thirë mu, jo këngëtarin. Se për shambull nëse ti e lyp cilin dush këngëtar, pelom që e lëtoni, unë e pëknoj. Edhe për pezom që e kom qmimin 4.500, pezom e kom, me grup të amin. Nëse më thirë, për shumë, nëse thirë ti ato direkt, a i ta lyp qatë qmim edhe vjen me grup veti. Nëse ti më thirë mu, unë e ta bëj qatë qmim, kontratën. Po gratis i ki, për shumë, kamerat me ekran një televizionit Kosovë, që është shumë me amin, se zgudzoj me përmenë, se janë televizion tjetër. Janë profesional, që si këtu. Kjo kamera gjerën seriale, gjerën filma, lajme, dokumentare gjitha. Do më thonë janë profi, janë shumë të mira. I ki kamerat me ekran për restoran, ti bëj gratis, ose të thëmë valtartë, tymi, feshekzjarët, do më thonë i ki dikun, ko gja një shmim të mirë që ti i shparit edhe mund shumë pagu diçka tjetër. Kjo është plus organizimin e dasmës që e bëj vendosim mësafirve në përvende, hyrën e qiftit, prejën e tortës, e gjitha ato me majtë regull, edhe ato ka gratis nëse rezervon të une. Do më thonë, për ata e kanë dasmur një farë... Shumë shërbime më favor. Po, shumë e vërtet, po. Kanë me pagu vetëm këngëtarin. Po du me kalu tash pak të kjo pjesa jetës tonë. Besoj që kom full diçka, nështë edhe që asë kom full edhe dikon tjetër. Faleminderit. Kom dash në të respektu. Kjo na duhe. Këto informata na duhe. Po, jo janë të sakta, besam. Për ato dhe të kena aftu se e kena vrej që kështu papik hezitimi i tregën gjitha me sinceritet. Kur full realitetin, më sëtut si të thirë dikush kur delsh aty. So me njëherë, si do me demantu dikush, unë vi prap këtu, i kalzej me fakte. Kështu që... Po du me kalu pak të jeta jote private, të e di që mbrëmja është puna që ti e bën. Sa ka ankesa në shpe që mos prezenca jote që atë ko? Me të thonë drejten, unë e kom pas fat shumë, jashtëzakonisht shumë, bile kur ju thëmë ka e shokëve mi nuk besojnë, kom shumë fat që e kom një gru shumë të mirë, edhe më kupton shumë për punën që e bëj, se ka për shembull me javë që unë jam Macedoni,
nashta rri gjatë gjithë javës atje, më kupton, s'kam të lashe, asë njerë në këtë drejtim s'kam pas të lashe, se nëse ki të lashe, besëm që s'ki u mujtë as me punu, as e fundit të për kam punoj për familje, se gjë kush punon për familje. Po, e vërtet, shumë Edhe puna jame nuk e dën stres, unë kam problem edhe stres bol në punën tem, tash me pas edhe me shpe është e të tepër. prohet, ma Të prohet, po. asë në shpe mos me shku. Po kështu në fillime tash, a ka pas në i rast kështu gjelëzije për shambull, jo pse me këtë artiste? Jo? Po, ka pas në fillim, atëherë në fillim kër e martu, po, ka pas, po me kohën o shku të ju hek. A di që është kjo punë? Për shambull, këta që nuk kanë mundësi me nejt me këngëtar, këta i shojnë këtë ndryshe. Po, e vërtet. Ku të shojnë tafërt menojnë që ku me di që ka ki në i lidhe, ki asi, ama unë që i shoh për ditë mu kanë bosit familjes, besëm në Zotën, jo që po bona shumë real. Asë njëherë nuk kanë ndodhë me konë lidhe me nëjë këngëtare, asë të njëherë. Asë tash që jam i martum, asë kur jem konë beqarë, se unë nuk e di sa mjenë, unë nuk e kom fort problem me full. Me konë unë e thonë para media, unë nuk jam një person që i frigohen a grus, absolut. Jo, u për një me, unë jam... Po pëse as ke pas dëshirë ti me qenë kështu shkaku që ftyrë publike, diçka, apo thjesht kështu ka ndodhë? Jo, po është, a di ku është problemi? Nëse ti e përzin biznesin me gjona tjera, ti s'ki me konë na drejtim i mirë. Se atëherë nuk ka këngëtarja respekt për ty. Apo kupton? E kur ti je serioz, i ki gjona të preme, atëherë këngëtarja ka respekt për ty në maksimum. Masi është fjalla për gjinim femrore, për ata dhe të përgjegja. E jo, kaloj shumë mirë, falemnes për Zotit që e kom shnetën, munduna me konë korrekt. Deri sot, asë një dasmur nuk o dalë me thonë që elturim ka shgëny. Që kjo për mu është parja e botës, lumëtëria me modhe është kur folin mirë për mu. Kjo është rezultati i punës që të gëzën mas shumë ti. Po, kështu koha, ta shpedina që koha e verës është kjo koha që ti e mas shumë ti në zonë. Kur është ajo koha që ti e gjemë pak hapsirë me pushu, me familjen tonë edhe mos me i pa mo artistat që atë kohës? Une, zakonisht, deri gjdo vjetë e kam maksimal dhe me 18 gusht, mëj me pas sezonën. Ka raste kër e kam deri me 15, 16. Në moment si ta kry sezonën, 2 ditë pushoj në shpi edhe e kam gjithmonë shkoj në Turqi. Më pëlqen Turqia shumë, jashtëzakonisht shumë, edhe shkoj atje një vetën shumë mirë, kaloj një 10 ditë pushim, kthena, rri edhe një javë ditë me familjen, mas ne shkoj edhe një herë, se kam qashtu 2 herë në vjetë shkoj, atëherë që të sona edhe kam ku për familje deri sa ty në sezonën tjetër, jam, do më thonë, online për shka do që të më thujnë. Perfekt. Shto ambirësh me, tash kur është koha që u kry sezona, mirësh edhe me gjana tjera, po më nejme naj pun tjetër, kështu që me qenë? Po, mirë na, zakonisht, veç në sezon, jo jashtë sezone, po, unë e mirë na dhe me politika pak, po nuk e preferoj me, adin me përmen kështu në media, po, mirë na me politike, i kam njerëzit që i falenderoj shumë, që më kanë përkra prej që 22 vjetë, janë njerëz që më kanë përkra të politikës, edhe kështu që unë s'ja u harroj. Me thonë drejten, më së pakona ta, unë sot si shaktu. Se është shumë problem. Gjithmonë afer popullit. Po, gjithmonë, po. Gjithmonë me ju shërby, ashtu edhe me qeni sakt. Elton, unë po të falenderoj shumë se na ka shku koha shumë shpejt, edhe sezonën tjetër, se kjo sezon vetë se përfundaj, pa tjetër që në këto koltuqe, garanti ndrojna se sezona tjetër, kom dëshirë shumë me qenë ti prezent edhe disa artista që me pas një bisedë super të nëzet. S'ka problem, nëse dënë t'i zgjellë dhe unë artistat, nëse dënë t'i zgjellë ti, unë e vi sarë ti të mbëj ftesë. Me shumë se kom qef me ra mandej këto ato fjallë që zakonisht i dëgjojmë prej tëre. Unë e po të thamë që tutën, nëse i thu është Eltoni. Jo, kena mi pru këto kësme. Kanë mu tutë se, qëre, dëgjona personali unë nuk ju përzina, edhe nuk i përmeni se nuk janë ato e drejt e jamja. Po ti smush me thonë e kemë gjithmonë bardhë kur nuk është bardhë. Kur nuk është bardhë, po. Unë jam real, unë smoj, unë ata qka di unë se flasë, po unë bile jam ma real se që ata musafir që i thirë ti. Falenderoj shumë. Falenderoj shumë për ftesën. Ishte knacimit pas studio, pa tjetër të presim edhe sezonën tjetër. Kismet, pa tjetër. Të dashur shikues, ne po vazhdoj me performancën e bendit së bashku me Frontinën.
Gjithë emisionit, na presni për pak qaste do të themi përsëri në pjesën e dytë. Jemi rikëthy në studio, ju e dini që zakonisht kur rikëthejemi në studio, kemi një musafer, kemi t'i këtë ftuar, edhe që përgaditemi me i bo pyetje. Mirë po, pasi që është emisioni i fundit për këtë sezon, kësaj here nuk ka me bo pyetjon, por do të mështrohen pyetjet mua. Edhe fatkeqësisht, pyetjet nga bendi. Do me thonë, këta njihen për pyetje jo të leta, nuk e di qa kanë me pyet, po e shohem. Hajde, bendi, jeni të lirë, ka dy pyetje ma shumë jo, koku Valdren ti farja. Hajde, Valdren. Po vazhdojmë njerë se cilë ka një pyetje. Hajde, qysh dëni, jo se ta shumë në s'po gudzoj mu. Pyetjen e parë. Unë një musafir sot. Pyetjen e parë për bojna pak ma but. Për shambull, në që se kështë pas diçka në jetë që kështë ndru. Qa kështë me qenë qaj sand, edhe pse, kështu detajisht një përgjigje. Pyetje të rona, të fela. A, moj mull me menu? Ata ka nashtru mirë pyetjen. E fillu të mirë. Me ndru. Nuk besoj që kësha ndru diçka, për arsye se menoj gjdo gjë që ka ndodhë për një arsye. Dhe jom falenderuse për gjdo gjë, si për mirë, si për keq, falenderona Zotit për gjdo situatë që më ka ndodhë gjatë jetës. Ka gjona nështë që s'kisha pas fort qef me qenë pjesë tjetës teme, mirë po që si të mirat, si të këqijat, duhet mi përbalu edhe me vazhdu për para. Kështu që s'kisha ndru kur gja. Ka arsye pse ka ndodhë gjithë sen. Faleminderit. Atë pëlqej përgjigje? Faleminderit. Hajde frontin me hatër shoqet lutëm. Përshëndetje. Pyetja i parashtrohet ma shumë për publikun, s'unë e di. Megi çdo herë i ka pyet mësafirt e vetë për marrëdhëniet e tyne, lidhjet e tyne, ose a janë beqare ose jo. A është Megi beqare? Shoqet e që ty tjetë zë me bo, që o bo. Nana është të mkëshyrë që tash, gjysh, ja, e të jë. Ti e din, mire the, se na jemi edhe shoqe përveç se kolege në punë. Në një situatë të komplikuar. A e gare, e din, po me nëj, publiku e dini. E ata që janë të interesuar për ty? Ja me se s'ka të interesuar, se me pas deri tash, a përsheq të unaza? A përsheq të gishta? Thot janë, për derisa gishtat s'kan unaza, jom single. Faleminderit për pyetje. Okej, pja pranojmë së përgjigja. Hajde, Gens, kë zakonisht ja qëtë pikën pyetjeve, të sho qa ka me pyet stash. Nëse rruga Mitrovic-Prishtinë i ka 38 kilometra. O, Gens. Atëherë, cilin bre antarëve të vendit të do në mas shumë ti? Come on. Mama. Sugari. Si cili e keni vendin e juj? Të me thonë, Valdrini e ka vendin e vetë, Frontina vendin e vetë, ti vendin të Ndurimi vendin e vetë, edhe Beka vendin e vetë. Tash me thonë Frontinën e dini se e kom shoqe, me thonë Valdrinin e dini edhe këtë që prej fillimit kur ka arbendi raportet pak ma të ngushta i kom pas me Valdrinin. Ma ndej e dini që ti e Sugari, e dini që Beka është ma i madhi, këtë është Gjakovari, nanën unë Gjakovës, mesi Gjakovës e për kraj, po ashtu. Ma ndej edhe Durimi, po të qysh s'moj me ju nda, valojnë, është pak problem. Edhe Angeli që ko pas kohë ullet në karike me gitare. Valojnë ma, se si s'moj, nuk moj me ju nda, ju du krejt, po bashkë me ju nda si me ju vra. Gjakovari. Hajde të Gjakovari. Ka përgjigje për zë pyetje? Cili është momenti më i bukur që ki kalu gjatë këtij viti, edhe momenti më i vështirë që ki pas, siklet që ki pas? Po. Momenti ma i bukur ka qenë kur ka ardhë për ditëlindje Marcela motra, e që tash është edhe gazetare e emisionit, edhe ma ka bëhat surprizën me torte. Nuk e kom prit me tregu drejt, jo sidomos në emision. Kom prit në shta najsen mas emisionit diçka bojna, po jo bashkë në emision. Edhe ka qenë shumë moment i bukur edhe i lezetshëm, se nuk jam asi tipi shumë që i festoj ditëlindjet e bëj kësi gjanash, se nuk e di, nuk është që mlojnë në i farë përshtypje shumë të madhe.
Qaj ka qenë momenti ma i bukur. Momenti ma i vështirë ka qenë kur një familjare jam ja ka ndru jetë edhe mu ka kumtu lojme para se me fillu gjirimet, edhe qatë momentun e të dhoma agrimit kom kajt sa kom ujt, jom fshi shpejt edhe kom marë si kur gjo, edhe se keni marë vesh ju derisa është kry gjirimi, se nuk është vrejt. Faktikisht syti kom pas koq, edhe tonë konë me në isha o zëtë musafirt menojnë që kom në isan tjetër, se dim se i kom sytë koq, mirë, po, kjo ka qenë momenti ma i siklet shumë, e ma i vështirë. Thank you. Apet të ja. Pyetjen ta me Murbeka e më nëzoni pak matë, po në Ani me vend pyetjes, pe kam një kërkes, në që se Po. mund është me plëcu, me përshëndet mamin tënë, tetën Albina, në emën të krejt stafit realizus të emisionit tonë. Një si Faleminderit. përshëndetje serioze. Faleminderit shumë, unë e përshëndes te për shumë mamin, është shikusja e regull edhe fansja e zjarë të emisionit. Jo veç pse jo mën, po me të vërtet bendi mo e din e kanë taku nanën. Edhe falenderoj shumë që bashkë me babi normalisht më kanë rritë në këtë njërë edhe falë të në jam këto ku jam, kështu që nanë të puthi shumë, të edhin që du shumë, edhe të falenderoj për gjithë shka, edhe falenderit edhe nga bendi, po të përshëndesim shumë. Falenderit, edhe bendi dojnë shumë. Okej, prej krejt mysafirve që i ke pas në emision, me cilin ke kalu pak ma mirë, që e knaq ta mon qa dit? Edhe këto është problemi i nda, se ka pas shumë, me të vërtet ju e dini edhe vetë që ka pas musafir akoma pa e fillu intervistën, veç se ja ka njës me pas atmosferë, ashtu jena ndi te për mirë, edhe vrehet edhe gjatë intervistës, ashtu sa me entuziazm, sa me energjit mirë, sa ma lirë. Nështë edhe pse i kombajt intervistat veç e veç me këta dy persona, po këta dy janë si bashkë si ekip, muj me thonë që me DJ PM-in edhe Dogzin, me ta jom nisu për shlirë, i kom menu djem pak ma kështu, adin thojsha këta janë VIP, ftyra publike që i njohin krejt, e diqysh thojsha garante ka një qëndrim pak ma ndryshe, ma njihëm na, po me të vërtet te për djem të mirë, edhe jena knaq te për shumë e ta, do me thomë kanë befasu për mirë, Dogzi edhe PM-in. Ka edhe tjerë, një lutëm, falni, po. Ati kona ma shumë pullat të Halimi, a është tip ka të taverna në Shkodrone. Ma, bre. Jo, bre, më zbëk si reklamash. Cili prej musafirve të ka shku nerva mas shumë ti? Nerva. Jo nerva, po jo e dini që mësafir që përgjigjen me po dhe jo, dhe i ki 30 minuta ko intervjist me ta, edhe që ajo po jo, veç 10 minutat kanë shku krejt pytje që i ke pas plan me ja bo dhe i ke menu, është pak e si kleqme ashtu se mande i hargjosh, s'ki qa me pyt mo, veç me janisë për familjar të rrethin e gjonë. Jo nerva, nuk muj me thonë, po jënë situatat si kleqme këto kur përgjigjen vetëm me po se jo, ose naj rast që shtu që naj musafir flet. Najher del pak për intervistës prej asaj seriozës në intervistë. Edhe këto janë momente, jo, okej. Mos më shteni me thonë amra, i lutëm. Me afrimuqishin, a shqare ke kalu mas mirë, apo? Me afrimin mas mirë, jo kënë intervista ma e mirë, nej. S'folje mu të... A keni mo? Ajde bek, hajde bek. Mos më thuja Gjakova Prizreni. Jo, Hajde. a ki me vazhdu prapë në punu më neve. Nëse është me kajtë. Mas pari uroj që me pas shëndetin a krejt bashk, edhe uroj që me na pri suksesi gjithmonë krejtve bashk, se na si ekip kena punu se cili, sa do nështë dhe dikush një gotë që e ka pru qëto, kam jaftu që e ka bo punën e vetë. Ju e dinis që shpesh edhe nështë kena pas si momente jo të përljame, po nështë edhe të përljame, jena ratë copa, po prapë se prapë më fundi kena pa që pa njoni tjetëri nuk bëjnë. Dëshira jame është me vazhdu akoma emisionin i natë sezonën tjetër, në qatë drejtim jena, që ashtu kena mendu, veç shëndeti me na pri, edhe besoj që sezonin tjetër na kejtë bashkë me u taku. Kështë që? Po, falemderit.
Edhe është në rregull tash, në përgjigj mjaftueshëm apo? A i keni marrë përgjigjet? Faleminderit. Është koha tash për performancën e juj, nuk po ju pyetjon, ju bëni një punën e juj që shteni mas mirëte. Është e fundit për këtë sezon, për sezonën e emisionit Një Natë, edhe besoj që gjatë verës shikust edhe dëgjues tanë kanë me qenë bashkë me juve, po edhe në shtator bashkë me neve si ekip. Është koha për performancën e juj bashkë me Frentinën, po e dëgjojmë. që po vin me ma, që kanë qoku tjetës që e pata, për të cilin do të hyan zjarë. Mu sensua ta takoj, kam frik lotët më traftoj, në ndëroj në përqafime s'do duron ma shpirtim, di që flako shpirtim. Kush e mban në dorë bajrakun, zemrësia helmoj gjakun, tratoj vasha me shokun tim, s'beti tjetër veç rakia, veç rakia, miku im. Shkova ta takon, më tha nana e sa je djaloj shkreti, ajo nesër tjetër fiz po shkon. T'kujt janë krushit o te pojata, bashën time që po vin me ma. Që e pata, për të cilin do të hyan zjarë. Mu sensua ta takoj, kam frik lotët më traftoj, në ndëroj në përqafime, s'do duron ma shpirtim, di që flako shpirtim. Kush e mban në dorë bajrakun, zemrësia helmoj gjakun, tratoj vasha me shokun tim, s'beti tjetër veç rakia, veç rakia, miku im.
Faleminderit gjithë juve që keni qëndru së bashku me neve sot e çdo mbrëmje të hënës edhe të premtës. Ju faleminderit që keni nda këto minuta edhe besoj që jeni kënaq gjithmonë së bashku me neve, me mësafirt, me lojrat, me bendin edhe me gjithë që kena punu gjatë kësaj kohë. Faleminderit bendit, frontinës, faleminderit kamermanave, regjis, montazherave, gjithë ekipës që kanë punu për këtë emision. Faleminderit edhe Marcelës, Valerinës, dy gazetareve tona, po edhe qërshisë mbitort Shpresës, autores edhe producentës emisionit. Duke ju rrit gjithat mirat, një verë sa më të vlladiqme, me shumë dashni, do takohemi përsëri në shtator. Natën e mirë nga unë.